Në pritje të rinisjes së punimeve për lungomaren në Vlorë, një sipërfaqe konsiderueshme shfaqet me pellgje të stërmëdha me ujë. Puna për projektin madhor duhet të kishte filluar më 15 shtator sipas një njoftimi të mëhershëm të Bashkisë së Vlorës, por kjo nuk ka ndodhur ndërkohë që nuk është publikuar ndonjë afat tjetër për lungomaren. Qytetarët thonë se lungomari nevojitet Vlorës, por janë pesimist për ecurinë e projektit. Ka rëndësi të bëhet saktë, mos bëhet dy herë. Po kur do të nisin punimet për lungomaren? Kur të dojë shteti ku ta shikoj fondet që ka. Asgjë. Sa filloi pak puna, tani sa u shtua dhe pak rëra zuri vendin e detit edhe nuk kanë para asgjë, shkën puna për mes. Gjithë njerëzit nuk janë të civilizuar dhe nuk punojnë në mënyrën e duhur. Mundet që ti kishin bërë këto punë, po. E din ata se ç'bëjnë. S'po punojnë. Pse? Se atë e di ai që ka ndodhur. Shumë premtime janë bërë. Më vjen të përshtash ja bëj bamp, që Vlora vendi më i bukur në botë, nuk bën investim. Faza e parë e projektit të lungomares, që ishte mbushja me rëre shëtitores, u mbyll në muajin qershor.